Besarta Kastrati, vajza biznesmenit të njohur Pejan Sali Kastratit dhe AL kundërshtojnë akuzën e prokurorisë se në maj të vitit 2012 në Pej e kanë vrarë Fidan Shabin. Seanca e shqyrtimit të dytë ndaj tyre është mbajtur të martën në gjykatën themelore në Pej. Ata akuzohen se në fillim e kishin rrëmbyer dhe më vonë e kishin vrarë Fidan Shabin, ndërsa viktima ishte gjetur në një shtëpi afër stacionit të trenit pronë e familjes së burrit të Besarta Kastratit. Babai i Besartës, Sali Kastrati, ishte plagosur për vdekje tek shtëpia e tij më 15 mars 2012, ndërsa ishte sulmuar edhe disa herë më herët. Familja e tij insiston se ai ishte nën presionin e grupeve kriminale të lidhura me politikën që kërkonin haraq prej tij. Pas një muaji në spital, biznesmeni i njohur si Sali Dukati vdiq në moshën 63 vjeçare. Disa ditë më vonë, pas disa telefonatave që kishte marrë indjeri Fidan Shabi nga Peja, kishte dalë nga shtëpia dhe nuk ishte kthyer më. Të akuzuarit në fjalë në shqyrtimin e parë gjyqësor dhe në shqyrtimin e dytë nuk e pranuan fajsinë, ndërsa gjatë fazës së hetimit dhe në polici kishin pranuar se janë kryes të kësaj vepre. Ndonse Besarta kishte pohuar se vrasja e Fidan Shabit nuk kishte të bënte me sulmet ndaj babait të saj, por se kishte vrarë sepse indjeri e kishte dhunuar më parë. Mbrojtësit e të akuzuarve e kundërshtuan akt akuzën, ndërsa prokurorja e rastit Valbona Haxhosaj tha se kërkesa e avokatëve mbrojtës për refuzimin e akt akuzës është e pabazuar. Seanca e radhës lidhur me këtë rast do të mbahet më 27 maj 2013.